Konferenca e Londrës shkëputi padrejtisht nga trungu gjysmën e tokave shqiptare, duke I lënë në pushtetin e shteteve fqinje. E tillë ishte Dardania, Kosova e sotme, që atëherë Kosova nuk pushoi duke punuar dhe luftuar për pavarësinë e saj si shtet I pavarur dhe demokratik. Përpjekja e popullit shqiptar të Kosovës për pavarësinë e saj ishte një rrugë e gjatë, me plot sakrifica, me plot vujtje, me plot dhimbje, me plot sfida, përndjekje, burgime, vrasje, zhdukje, me shumë dhunë psiqike, fizike, përkundër protesteve të studentëve, të punëtorëve dhe protesteve popullore. Pra, përpjekja masive e popullit për liri e demokraci datojnë më se një shekull. Përderisa përpjekjet për krijimin e një shteti të pavarur datojnë për një kohë të gjatë, ato kanë marrë formën më konkrete të organizimit nga fundi I viteve 80 dhe fillimi I viteve 90, atëherë kur dhe filloi shpërberja e ish Jugosllavisë. Dihet mirëfilli se shpërberja e Jugosllavisë vlerësohet se ka filluar në Kosovën dhe mbase në Kosovën është përmbyllur. Në vitet 1988-89 u organizuan protesta masive të shqiptarëve kundër politikës represive serbe ndaj shqiptarëve në Kosovë, që kulmoi me suprimimin e autonomisë së Kosovës që gëzonte në ish Jugosllavi. Gjatë dekadës së viteve 80-89 filluan enët e demokracisë në Ballkan dhe detyrimisht edhe në Kosovë. Në atë kohë merrnin frymë me lirshëm, mendonin me lirshëm, vepronin me lirshëm, kërkonin të drejtat tona me hapur para poshtuesit serb, pra gjatë kësaj dekade pati shumë pakënaqësi, u organizuan shumë protesta, siç ishin të njohura protestat e studentëve të vitit 1981, që I dhanë botës një ehor të madhe për padrejësitë që I bënshin popullit shqiptar të Kosovës. Për herë të parë në këto protesta pati kërkesa për Kosovën Republikë. Gjatë dhe pas protestave pati shumë burgosje, vrasje të studentëve, të intelektualëve dhe punëtorëve, pati helmime të nxënësve në shkollat të Kosovës, ku u helmuan mbi 7.000 nxënës në të gjitha shkollat nga regjimi serb. Për gjatë kësaj kohe, muaji shkurt u karakterizua me greven e minatorëve të Trepçës, e cila filloi me 20 shkurt vitit 1989 dhe zgjati 2 javë. Kjo grevë kishte për qëllim mbrojtjen e pozitës kushtetuese të Kosovës. Greva kishte për krahjen disa republikave më të mëdha të Jugosllavisë, Kroacia, siç ishte Kroacia e Slovenia, dhe me këtë filloi konflikti mes Republikave Jugoslave dhe jo rastisht thuhet se greva e minatorëve tundi themelet e Jugosllavisë. Greva ndërprej pas dërgimit të 180 minatorëve në spital dhe tërheqjes së krerëve të Kosovës. Përkundër brutalitetit serb mbi shqiptarët me 23 mars vitit 1989 në Kuvendin e Kosovës, në kundërshtim me vullnetin e shqiptarëve dhe popullit të Kosovës, ndryshohet Kushtetuta e vitit 1974. Me këtë suprimohet autonomia e Kosovës në Federatën Jugoslave, duke lënë Kosovën si një pjesë përbërëse të Serbisë. Mohimi I autonomisë pasoj pushtimin e Kosovës me mira policë e ushtarë serb, duke vënë popullin shumicë në masa represive dhe apartheidi. Gjatë kësaj kohe, Dr. Ibrahim Rugova vazhdonte aktivitetin e tij politik. Me 23 dhjetor vitit 1989 formoi Lidhjen Demokratike, e cila në programin e saj politik kishte rezistencën paqësorë të popullit të Kosovës kundër okupatorit serb. Kjo parti shihej edhe si një lëvizje popullore e Kosovës, ku të gjithë ishin të bashkuar rreth kësaj partie politike të udhëhequr nga Dr. Rugova. Rugova udhëhoqi rezistencën paqësorë të shqiptarëve të Kosovës kundër regjimit serb, punoi shumë në sensibilizimin e opinionit botror dhe qeverive me ndikim në botë për problemet dhe vujtjet e popullit të Kosovës në pushtimin serb. Atëkohë, Rugova kishte konceptuar politikën e tij të rezistencës me mjete paqësore. Ai thoshte: "Ne jemi parti politike, më shumë punojmë me fjalë sepse ende nuk kemi pushtet. Natyrisht, po të ishim në pushtet, këtë çështje do ta zgjidhim në mënyrë më pozitive, më të mirë, do të kishim mundësinë edhe fizikisht të ndalim forcat dhe presionin që bëhet në Kosovë. Pragu I shtëpisë duhet mbrojtur gjithçysh", thoshte Rugova në fillim të viteve 90. Pavarësisht të represionit serb, në 2 korrik vitit 1990, Kuvendi I Kosovës shpalloi deklaratën kushtetuese që definonte Kosovën Republikë dhe kjo deklaratë e pavarësisë u pasua edhe me njohjen e kushtetueses
së Kosovës që ndodhi me 7 shtator vitit 1990 në Kashanik. Deklarata kushtetuese e korriktit vitit 1990 shënon një dokument të rëndësishëm politiko-juridik që shpreh aspiratat e popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi. Përkundër gjithë aktivitetit politik të shpalljes së Republikës së Kosovës, ne ishim të vetëdijshëm se do të ketë një kundëraksion të Serbisë pasi ajo nuk zgjidh mjete për të realizuar qëllimet e veta. Shumë shpejt, me 5 korrik vitit 1990, Kuvendi i Serbisë me një ligj antikushtetues dhe të padrejtë, pa bazë kushtetuese, suspendoi Kuvendin e Kosovës dhe ndali punën e qeverisë së Kosovës. Në fillim të shpërndarjes së Jugosllavisë, Kosova organizoi referendumin për pavarësi dhe sovranitetin të mbajtur në shtator vitit 1991. Nga ky moment, në Kosovë instaluat organizimi paralel që pasoi në zgjedhjet e mbajtura jashtë sistemit juridik serb. Në këto zgjedhje, Dr. Rugova zgjidhur presidenti i Republikës së Kosovës dhe formoi qeverinë në ekzil të udhëhequr nga kryeministri Bujar Bokoshi. Kjo republikë dhe qeveri nuk zënë njohje ndërkombëtare, veç njohjes nga shteti am Shqipëria, që në Kosovë pati një përkrohje masive. Politika paqësore e Dr. Rugovës dhe RDK-s filloi të praktikohej nga viti 1995, sidomos në konferencën e Daytonit, ku u arrit marrëveshja për ndërprerjen e luftës në Bosnjë-Hercegovinë dhe Kosova u la anash. Në këtë kohë në Kosovë filluan të formoheshin grupe gorrile ushtarake, të cilat shkonin në Shqipëri, ushtroheshin, armatoheshin dhe ktheheshin në Kosovë. Ndër grupet e para që shkuan në Shqipëri ishte komandanti Adem Jashari së bashku me shumë shokë të tjerë, të cilët kryenin ushtrimet në Shqipëri dhe ktheheshin të përgatitur për të zhvilluar luftën gorile në Kosovë. Kështu, në 1997, ushtria qendrore e Kosovës rezultoi me paraqitjen publike para popullit të saj. Në 28 nëntor vitit 1997, në varrimin e mësuesit Halit Gjeci në fshatin Llaush të Skenderajt, për herë të parë ushtria qendrore e Kosovës doli publikisht para masës popullore të e këta ishin 3 pjesëtarë të OÇK-s, Mujt Krasniqi, tani dëshmori i kombit, Recep Selimi dhe Davut Haradinaj. Me 1 tetor vitit 1997, lëvizja studentore organizoi një protestë masive e cila i dha një dimension të ri politik zhvillimeve në Kosovë. Në themelimin e ushtrisë qendrore të Kosovës, objektivi kryesor ishte shtyrimi i vendit dhe të shënohet një triumf politik, diplomatik dhe ushtarak ndaj Serbisë. Ndërsa në raste të tilla, politika paqësore e Dr. Rugovës dhe ajo militare e OÇK-s nuk kishin pika të përbashkëta, por synimi ishte i njëjtë: çlirimi i Kosovës nga Serbia dhe ndërtimi i Kosovës si shtet sovran. Me intensifikimin e luftimeve shtohet numri i vrasjeve dhe masakrave që forcat ushtarake dhe paraushtarake të Serbisë krinin mbi popullatën shqiptare. Në 5 mars vitit 1998, forca serbe sulmuan familjen e komandantit Adem Jashari në Prekaz. U zhvillua një luftë e papar me forca serbe dhe zgjati 3 ditë me 5, 6 dhe 7 mars. Në këtë betejë u vran 53 antar familjes Jashari, ndërta u vran edhe vetë komandanti legjendar Adem Jashari. Vrasjet, masakrat e shumta kulmojnë anë mban Kosovës, por e veçanta atyre ishte masakra e Reçakut, ku u vran më së 45 civil shqiptar të pafajshëm. Kjo ndodhi me 15 janar vitit 1999, me këtë rast shefi i misionit mbikëqyrës të OSB-s, që ishte në Kosovë, amerikani William Walker, këtë tragjedi para botës e cilësoi si masakër dhe gjenocid mbi popullin e pafajshëm shqiptar, dhe një vlerësim i tillë nga Walkeri vuri në lëvizje botën dhe shtetet e NATO-s për të filluar sulmin mbi Serbinë. Nga ky moment, Amerika kërkoi nga NATO dhe Europianët përgatitjen për organizimin e një konferencë paqësore për Kosovën. Ajo u mbajt në Rambouillet, afër Parisit, për herë të parë lidhja demokratike e Rugovës një anë dhe UÇK-ja udhëheqësit e saj në anën tjetër bashkohen në një delegacion të vetëm. Në 6 shkurt filloi konferenca e Rambouillets dhe mbaroi me 23 shkurt pa arritur rezultate përfundimtare. Kështu që thirret vazhdimi i saj
në 15 mars vitit 1999 në Paris. Ndërkohë, delegacioni politik ushtarak i Kosovës nënshkroi marrëveshjen e Rambujës, ndërsa para serbe refuzoi ta nënshkronte. Me këtë veprime e qendrime hapet rruga për ndërhyrjen ushtarake të NATO-s në Kosovë. Kjo konferencë ishte një kthesë historike për Kosovën. Ishte shumë e rëndësishme dhe e vështirë për ata që merrnin pjesë në të dhe ata që zhvilluan kontakte me diplomat gjatë kësaj konference, kështu cilësohej nga pjesëmarrësit. Pra 24 marsi deri me 12 qershor vitit 1999 filloi një histori e re në Kosovë. NATO hyri në luftë duke bombarduar Serbinë deri në çlirimin e Kosovës. Gjatë kësaj kohe popullata shqiptare përjetoi një prej etapave më të vështira të jetës së tyre, duke u përballur me një dhunë brutale të forcave serbe, përveç rrahjeve, vrasjeve, ushtria serbe dëboi nga Kosova afër 1 milion njerëz nga vatrat e tyre dhe u strehuan në shtetin Am, Shqipëri e në vende të ndryshme të Evropës dhe të botës. Sot këtu para jush duhet falenderoj shtetin Am, Shqipërinë për atëherë, për sot dhe për gjithmonë për ndihmën që i dha luftës së ushtrisë shqiptare Kosovës dhe për strehnimin e popullatës kosovare në familjet e tyre. Andaj, me 10 qershor vitit 1999, Miloševiqi nënshkroi kapitullimin. NATO-ja i dha fund luftës në Kosovë. Lufta në Kosovë la pasoja të rënda dhe humbje të mëdha në jetë njerëzore. Gjatë kësaj lufte u vran 13.500 njerëz. Nga këta 6.057 ishte të zhdukur, prej këtyre edhe 1.647 persona ende janë të pagjitura edhe sot. Gjatë luftës u vran 1.432 fëmijë dhe mes 20.000 gra dhe vajza janë të dhunuara. Popullata që ishte larguar nga forca serbe me dhunë nga vendi i tyre u kthyen më një herë në vendin e tyre të djegur e të shkatruar nga okupatori serb. Pra u vendosën në tenda në oborret e shtëpive të tyre. Pas ardhjes së ndihmeve nga vendet e ndryshme të Evropës dhe botës, populli i Kosovës filloi jetën nga zero për të mbijetuar e për të zhvilluar. Pas mbarimit të luftës në Kosovë u vendos një protektorat mbikëqyrës ndërkombëtar, ku Këshilli i Sigurimit në bazë të një kompromisi ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë miratoi rezolutën 1244. Nga kjo periudhë filloi të ndërtohej në Kosovë gjithçka nga fillimi. Në administrimin ndërkombëtar në Kosovë u mbajtën 3 palë zgjedhje në të 2 nivelet, pra zgjedhjet e 17 dhjetor 2001 dhe 4 mars 2002. Në këto zgjedhje Kosova formoi qeverinë e parë dhe zgjodhi presidentin e parë të shtetit Kosovës, Dr. Ibrahim Rogovën dhe kryeministrin e Kosovës. Kosovës i deshte 9 vite për të marrë mbështetjen të plotë ndërkombëtare, duke përjashtuar Rusinë që të kthehet dhe të formojë një shtet pavarur por të mbikëqyrur ndërkombëtarisht. Në 23 shtator vitit 2005, në kërkesë ndërkombëtare dhe miratimin e presidentit Rugova, Kuvendi i Kosovës formoi grupin negociator për statusin e Kosovës. Ish presidenti Rugova vazhdimisht kërkon të Kosova që Kosova të njihet si shtet i pavarur nga Shtetet e Bashkuara e vende tjera evropiane, duke besuar se Kosova dhe Serbia nuk mund të gjejnë kur marrëveshje mes veti. Pas një smundje të rëndë, presidenti Rugova ndroi jetë me 21 janar vitit 2006. Pastaj i tij në këtë pozitë vjen zotëri Fatmir Sejdiu. Negociatat në Prishtinë e Beograd me ndërmjetësues të bashkisë ndërkombëtare vazhduan, por nuk patën rezultate. I dërguari i posaçëm i Kombeve Bashkuara Marti Ahtisari propozoi një plan gjithëpërfshirës për statusin e Kosovës, duke rekomanduar një pavarësi mbikëqyrëse për Kosovën. Prishtina pranoi, Beogradi refuzoi këtë plan. Gjatë bisedimeve Kosova kërkoi pavarësi, Serbia ofroi autonomi. Gjithë procesi u dakorduar në Prishtinë dhe u miratua shpallja e koordinuar e pavarësisë ndërmjet Washingtonit, Brukselit dhe Prishtinës. Sipas planit të Ahtisarit, kështu Bashkimi Evropian miratoi dërgimin e misionit civil në Kosovë për të mbikëqyrë zbatimin e pakos së Ahtisarit dhe për të siguruar sundimin e ligjit në shtetin më të ri të familjes evropiane. Serbia nuk u pajtua me këtë vendim dhe beri padi në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Kjo gjykatë vendosi në favor të Kosovës. Prandaj mbi bazën e këtyre marrëveshjeve, Kosova në parlamentin e vet
me 17 shkurt 2008 shpalli pavarësinë e Kosovës Republikë dhe shtet demokratik. Deklarata kushtetuese e lexoi lideri i ushtrisë shtetërore të Kosovës dhe kryeministri i Kosovës zotëri Hashim Thaçi. Kjo deklaratë u nënshkruan nga 110 deputet të Parlamentit të Kosovës. Me njëherë filluan edhe njohjet e para ndërkombëtare për shtetin e Kosovës. SBA, Shqipëri, Angli, Turqi e shumë vende të tjera dhe sot Kosovën e njohin 115 shtete të botës. Shpallja e pavarësisë së Kosovës dhe njohja e saj ndërkombëtare në Prishtinë konsiderohet si data më e rëndësishme në historinë e drejtanishme të Kosovës. Për fund, personalisht kam dëshirë të shpreh para jush një apel thellësisht patriotik e kombëtar. Dëshiroj të drejtohem udhëheqësve të dy shteteve shqiptare që t'i bashkojnë 3 elemente kryesore, të cilat edhe i posedojnë, e këto janë të bashkojnë dijen, të bashkojnë politikën dhe ekonominë, sepse vetëm kështu hapim rrugë për krijimin e atmosferës së një bashkimi të madh kombëtar e të realizojmë ëndrrën e madhe të rinjallësve tanë, por edhe gjithë popullit në troje shqiptare. Urime Kosovë, urime Shqipëri, urime shqiptar, ku dhe jeni 17 vjetori i pavarësisë së Kosovës. Faleminderit për